Përshëndetje të gjithëve. Sot do sjell në kuzhinën time një traditë shumë të veçantë që vjen nga Ulqini. Ndryshe nga tavat me kungull që bëjmë ne zakonisht, kjo recetë ka një sekret, pasi në brendësinë e saj ka pak oriz për të thithur gjithë lagështinë që lëshon kungulli. Është e shijshme, sigurisht që unë e kam provuar një herë më parë dhe sot vendosa ta ndaj me ju. Këtu kam të gjithë përbërësit që do përdor për këtë tavë. Natyrisht përbërësit e kësaj tave janë të pakt dhe me kosto relativisht të ullët. Kam 3 kunguj, janë të njom, i pastrojmë vetëm atë pjesën ku është lulja dhe më pas i grim. Unë kungujve gjithmonë ja u lë këtë bishtin që t'i grim më me lehtësi. I grim të 3 kungujt. Vetëm 5 minuta përgatitje kërkon kjo recetë. E kam ndezur furrën paraprakisht në 220 gradë. Të nxehet furra dhe tava të futet direkt. Kungulli tashmë është gati. Fillojmë të përziejmë përbërësit e tjerë. Këtu kam 3 vezë. I thyem vezat një nga një. I shtojmë një lugë të çajit me krip, diku te 5-6 lugë të gjellës me vaj ulliri. Fillojmë t'i bëjmë një përzierje. Këtu kam 250 ml qumësht. Ndërsa këtu është 150 ml ajk. Nëse nuk e keni ajkën, fare mirë mund ta zvendësoni me pana. Me sa kam vënë re nga videot, përdoret shumë ajka në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi. Edhe receta e Ulqinit e kishte me ajk, i shtova dhe arë muskat. Shkojnë recetat me qumësht dhe arë muskat, i përzim të gjithë përbërësit në tasin me kungull. Këtu kam 1 filxhan të kafes me oriz, i bëjmë një larje dhe më pas e shtojmë në tas. Vetëm 1 filxhan oriz dhe bën atë diferencën e madhe të kësaj tave. Pasi e përziejmë mirë, është momenti për ta vendosur në tavë. Për t'i dhënë atë koren e artë krokante sipër, unë do përziej pak miell dhe pak ujë, 1 deri në 2 lugë të gjellës me miell. Shumë pak ujë, jo i plot filxhani kafes. Dhe këtë mas do t'ia shtojmë tavës sipër. Nëse dëshironi mund ta përgatisni edhe me gjalp, por unë sipër do t'i shtoj vaj ulliri. Si u thash në fillim të videos, unë e kam paranxehur furrën në 220 gradë për diku tek 30-40 minuta. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. E hapëm mirë kremin e përgatitur, shtojmë edhe vaj dhe direkt në furrë. Dhe ja, si duket tava e sapo pjekur, ku ndërmon aromë shumë e mirë, dhe unë mendoj se këtë recetë duhet ta provoni. Nëse e provoni, më thoni në komente. Ju pëlqejnë më shumë tavat e kripura me kungull, apo është versioni i ëmbël tradicional? Sigurisht që në ditët në vazhdim, unë do sjell edhe versionin e ëmbël. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. E thjesht, ekonomike, por shumë e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.